Nëse mund me numëru 3-4 faktorë kryesorë. Faktorët kryesorë janë çmimet e materialeve ndërtimore, që e kemi hekur në raport me 2022 për një 45% mashtrajt, betonin për një 25 deri në 30, se shumica prodhohet to, do të thonë lënda e parë që është duri edhe cementi janë ala prodhime vendore, edhe pse se plotson fabrika në Elbasan kërkesën për komplet ndërtimin në Kosovë, po është kryesisht për Shqipërisë që nuk kemi bariera, do të thonë nuk kanë faktorë të shumë të madhe në raport me vendorët, po materialet kryesore që janë hekuri e shkujton armatura betoni çdo dyja, po. Po hekuri për ndërmarrje se është veç armatura, ka edhe elemente tjera. Elemente tjera të gozhda të janë ato hekur. E qartë. Hekuri, cimentoja edhe druni që janë tri materialet kryesore që i përdorim na, me thonë mesatarisht se edhe sasi shkojnë që aty si vlerë gjithmonë është e njëjtë, më thonë cimento edhe hekuri në për objekte, është për një 45% me mashtrajt. Por tu kemi edhe një detalj tjetër mësë nej. Që ka si faktori i parë dhe kryesor njëri. Po tash kemi edhe një tjetër detalj që fuqia punëtore. Çka ka ndodhur me fuqinë punëtore? Po e forti që si pas zërave prapë, s'u du më marr as me statistikave, as me politikanë që përdorin për gjatë fushatave, jashtë fushatave për konsum ditor, po ka zëra që në vitet e fundit në rreth 170.000 njerëz kanë shkuar Kosovën. Potencialisht prej tyre një 80% janë kraj punës, nuk kanë shkuar atje as plest, as fëmijë, kanë shkuar shumica janë punëtorë që kanë shkuar. Domethënë, pra nuk do të ketë rënje të çmimit, çka do të më dal? Jo, dëgjom. Po çmimi nuk e determinon më shumë kërkesa. Po kupton? Ka pas kërkesë më të madhe në 2020 nështë. Okej. Sipas zërave, po çmimi është konën çaty kur ka pas vënën. Edhe që tash po them çmimi e ka çaty kur ka vënën.